Mirëmbrëma miq të dashur, po takohemi edhe sonte në Distrikt. Sonte po e nisim këtë epizod me një personazh mjaft aktual në fakt, e cila ka ardhur së fundi me një projekt që bëri mjaft zhurmë, është Vesa Smolica. Vesa, mirëmbrëma dhe mirë se vjen në Distrikt. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Vesa, kam shumë kënaqësinë që në këtë përmbyllje të sezonit në fakt ta mbylli kështu me personazhe pozitive. Qershi ambitor, po thua? Qershi ambitor. Kam kënaqësinë. E kam një përzgjedhje më të veçantë kështu te personazhet e fundit. Në përmbyllje. Unë ndjej shumë mirë që jam ndër ta. Kur e përmbyll mirë, mas ne edhe fillimi. A do të vazhdon edhe fillimi. Si je? Mirë shumë, mirë shumë. Që ka kalu këtu ku ke qenë angazhuar kjo me një projekt fundit që të pamë në fakt në Big Brother? Po, kena bo promovimin, ka qenë bashkëpunimi jam i parë me West Side Family, me cilët kam nderin me bashkëpunu, edhe më ka shumë këndshëm si bashkëpunim edhe kam prit publiku mirë, po ashtu ju ka bo një promovim shumë i mirë, për mes spektaklit të Big Brother, edhe shkoj gjithçka në rregull edhe bukur. Në fakt, qysh erdhë deri te bashkëpunimi? Si ke mënyra që vendose me bashkëpunu me West Side Family? Faktikisht nuk kom pas kurfar plani, po befasisht më vjen një telefonat prej Alban Kondit, që është producent i këngës, Gënjeve, dhe thash, ma dërgo këngën të dëgjoj, e dëgjova, më pëlqeu shumë e përshtatshme për vokalin tim, diçka ma ndryshe sa i përket atyre që kemi dëgju këngëve komerciale ditëve të sotme, është shumë artistike, një këngë që po besoj edhe duhet me drejtu paka shumë publikun ka muzika e mirë, e mirë fillt. Me u rikëthy pak të që ato që na ka marrë mallin është ta me ndëgju. Në fillimet e viteve 90-ta, fix, edhe stili West Side Family. Kështu që ka qenë thirrja Alban Kondit, kam shku me incizu në studion e tij në Tiranë, edhe pastaj ka rrjedh shumë natyrshëm. Videoklipi u bo pas 2 jave, edhe u promovu si surprizë për mirin në Big Brother. E në fakt atë natë edhe ke një promovim shumë i bukur, edhe pas ka rrjedh shumë mënyrë spontane. Shumë spontane. Faktikisht kënga, se njerëzit tash edhe komentet që po isha, po menojnë që miri u doj prej shtëpisë me bo këngën e kështu, jo s'ka ndodha, jo. Këta kanë, West Side Family, kanë studion e vetë muzikore në Tiranë, kështu që ata djemë kur dojnë shkojnë në studio, do më thënë para bigut, ata kanë incizu shumë këngë, edhe i kalon në folderat e studios. Kështu që një prej tyre e kanë zgjedh djemt, edhe kanë pat arsyeshme me bashkëpunu me mu, po ashtu dhe klipin e kish gjiru miri paraprakisht, po ka qenë një sekuencë shumë e vogël në profil, edhe tani edhe najna bashku edhe u po total. Ka pas supozime që ka dojnë nga shtëpia dhe ka realizu këngën. Po fix, ato hamencimet e njerëzve, po është normale, se kuptohet njerëz nuk i mendojnë që artistat përdorin pak një farë strategjie për me i promovu këngët e tyne, artin e tyne. Normalisht, fakt në ditët e sotme është domosdoshme. Patjetër. E the edhe vetë që nuk po ka më shumë këngë që po ka një kuptim, ose shumë tekste, shumë domethënë, se më shumë po jam komerciale, po. Prandaj edhe pyeta se si ardhë deri te bashkëpunimi, se dëgjoj shumë artistë që kohëve të sotme, do me thonë ma shumë drejtojnë ka këto sekundat e viralitetit, se sa me u dediku në një projekt, ndoshta që ka më shumë tekst edhe vokal, si që patë edhe kënga Gënjeve. Dëgjoj, dhënë, jam një nga ata këngëtar të cilët bëjnë një farë kombinimin mes muzikës komerciale edhe muzikës artistike, se sot artistat e kanë shumë vështirë më përshtatën në tregu muzikor shqiptar. Jo vetëm shqiptar, po anë kënd botës është ndodhë e njëjta gjë. Kështu që duhesh më konë fatmirësisht, unë jam një nga ato këngëtarët që përshtat në secilin zhanër muzikor, kam pas fatin që kjo dhunti vjen nga Zoti edhe përshtatna, për shkak potencës vokale që kam. Edhe unë i bëj të dyjat, kështu që nuk mujën me hedh gisht ose me thonë po botë komercialja edhe tash artistikja s'ka vend. Në fakt nuk është një farë akuze kjo e domosdoshmërisht, absolutisht që jo se vetë bëj. Një farë fenomenit që po e shohim ma shumë. Po që po na përcjell, po patjetër që duhesh me i botë të dyjat, me e qitë në balancë, që me i tregu publiku që mundë me bo dhe anën komerciale, që nuk ka kur gjot keqe, po mundë me bo dhe diçka artistike që shpresojmë edhe rikthimin e këtyne këngëve artistike, sepse ja vlen më dëgju edhe njerëz kanë nostalgji për këngët e vjetra, pse mos me kriju diçka të re, edhe mu kriju një sen i ri me gjanat nostalgjike që i kina pas. Po, si e priti publiku deri tash? Publiku
Sa ditë deri Sa tash? ditë i ka, po, s'ka pak ditë që ka dalë Po. prej promovimit në Prime. U prit shumë mirë, edhe më ka ardhur tepër mirë që kena marrë komente pozitive prej krejtve. Normalisht ka edhe nga ata që s'janë të kënaqur, po kur nuk mundesh më konë 100% i pëlqym të publiku dhe masa, këta duhet me di se shihet janë relative dhe Për një nuk foto mundesh me me imponu. postu, nuk munden me qenë kënaqur, lejmo për një Lema për një projekt. këngë, një projekt muzikor, sidomos ku t'janë në bashkëpunim 3 veta. Po gjithsesi, unë prap po them kam pasë nderin me bashkëpunu me West Side Family, se unë jam një brez që më rrit me këngët e tëne. Edhe vazhdojmë e dëgjojmë edhe i këndojmë këngët e tëne. Edhe për mua është nder me qenë pjesë e një projekti muzikor me ta. Si artiste the që e gjen veten shumë lehtë në gjitha zhandret, edhe nuk heziton pra me u bë pjesë e bashkëpunimeve. Po. Po si lojtare kur ke qenë në Big, kur shkove atë natë Prime, çfarë emocioni dhaj gjithë skena Prime edhe ti ke qenë banore në një reality show të tillë? Po, unë kam qenë 2 vite më parë në Big Brother 3. Qysh e kujton në fakt? Çfarë emocione ki kur nalesh edhe mendon periudhën e Bigut? Dëgjoj, dallon shumë pjesa skenike, artistike e këndimit me Bigun. Domethënë është një reality show, eksperiment social që dim tashmë gjithë, eksperiment social me njerëzit, një lojë që duhesh me njoh mirë, është ma shumë psikologjike se sa fizike ose diçka kështu. Kështu që duhesh me ditë shumë mirë me lujt. Unë si tip, njifna prej krejt shoqënisë teme që jam një tip shumë i sinqert, nuk manipuloj, edhe që kjo më ka ndiku dhe më ka penalizu në lojën time, pavarësisht që kom nejt për 3 muj radhazi aty, për shkak se normalisht edhe unë kom bo diçka për deri sa kom nejt, po nuk është që kom jap maksimumin e jom kon shumë e rezervume, për shkak se unë kom dosh me jap qatë sa kam pa njerës aty. Do më thonë se më varët krejt prej teje. Kështu që unë kom dhonë e kom majt një farë vije neutrale edhe nuk kom dosh me degradu, nuk kom dosh me kalu në ofendime, që është puna ma thjesht që mune me bo. Kështu që kom dosh me majt një neutralitet, që ku dal prej atyt me pas ven edhe në industrinë e muzikës ende, edhe thjesht kom dosh me provu si eksperiencë mësë me met pik, se njifna si tip që eksperimentoj pak edhe me zhanët muzikore edhe me jetën teme kom qef me eksploru. Edhe një prej këtëne eksperiencave kom pas qef mu kone edhe Big Brother. E provova, mu hek zhigi edhe tash nuk e kisha provu edhe një herë. Okej, po nuk bëhet 2 herë njëjta eksperiencë? Jo, ka plot që kam bo 2 herë, jena të i pa personazhe që po rikthehen, po duhesh më konë mjaftueshëm i shmendur për me bo edhe njerë si eksperiencë. Ndoshta edhe i lirë në fakt që ka një prej banorëve që ka fitu Bigun, edhe tash ka hy prap në një reality show të tillë, të ngjashëm si firma vet. Po, më ka çudit pak, unë e vlerësoj shumë Ilirin, edhe si artist, po edhe si lojtar, më ka pëlqy. Po, më ka pak befasi, ku menu që ka shku me kry një mision një si Loizi që hini, edhe i zhdok shumë ma mirë, po tash që ka hi si lojtar, nuk është se po më bon përshtypje. Në fakt e vështirë me ndu një banor që ka fitu. Se nuk mundesh me ju jap përshtypjen e njëjtë, si në momentin që e ki kryti në fazën tonë dhe e ki fitu. Sepse dallojnë gjeneratat, dallon formati, produksioni, mënyra lojës, lojtar që t'bin me lujt me ta. Me sfidu vetën 2 fish, ndoshta 2 herë ma vështirë në një lojë. Po, ajo shumë mirë, me sfidu vetën. Për ty cili ka qenë momenti ma i vështirë, ndoshta kur ke qenë brenda në reality show? Brenda Bigut, vështërsia ma e madhe është mos me dal pi vetës. Mos me dal pi vetës, në shumë situata që aty t'iniciojnë me dal për i vetës. Edhe që është vështërsia ma e madhe, tani aty zgjedh vetë njeri a dën me degradu lojën, se të këshim unë më bo për një sekund. Kështu që ti dush më konë faktikisht avokat i vetës. Unë që a kom bo brenda 3 mujve është nuk është se kom sulmu dikan, po thjesht momentin që jam dije sulmune, jam vetëm mbrojt, jam po avokate e vetës edhe jam kondër përgjish, kom ragu. Qëto jam kondë vetme lojna që i kom bone. A shendo një dallim me banorët e Kosovës që shkojnë në reality show të Shqipërisë? A ju bëhet ndoj diferencë, po ndoshta mohim loj, kështu? Jo,
trajton. Mendon që hapësira merret vet? Jo, hapësirën e merr vet, tash më varet edhe prej teje, sa jemi shëruar me dialektin e tëne. Po unë për vete e kom gjetë vetën shumë mirë edhe unë që shma ti marrë pjesë në për talent show e kështu, kom pas marrë pjesë në Shqipni edhe jom rritë artistikisht atje edhe unë jom ndje shumë mirë edhe komforte me dialektin edhe me gjithë shka. Okej. Po si artiste, plot njerëz edhe plot figura të reja ndoshta që dojnë ti bashkangjitën showbizit shqiptar, e përdorin domethënë si strategji që të hyjnë në një reality show. Tash kjo sa është e mirë, ndoshta është edhe ka atë anën e keqe, negative që mundin njerëz me keq kuptu vetën pas daljes. Sa ki relacionit ti me njerëz e bigut, ose shoqëri, ose sa të ka ndihmu ty kjo mundësi që me zhvillu vetën tënde artistikisht? Unë hala moj kontakte me disa prej personazheve që kanë qenë pjesë bigut aty. I kom shëzhu gjanat me krej që kom pas probleme, jam shumë okej. Ju kom spjegu edhe publikisht edhe aty në mënyrë personalisht që ka qenë thjesht një lojë edhe po du milion krejt gjanat mrena, sepse aty nuk jenë suazat normales, edhe mënyra reagimit. Do më thonë ti mundesh më u ka për një gotë pse e lujt e prejonës të majtë në të djallë, që diçka jashtë a shpis nuk e kishe bo asësi. Po, e vërtet. Po aty të kapi nerva se e izolume, nuk jenë kushte normale edhe nuk i të bëjsh me njerë që i nje. I nje vesh në mënyrë televizive përmes medjave. Kështu që kjo është sa një parë. Pastaj vendos ti vetë nëse do me majtë kontakte me dikam prej tëne. Me disa mund është mu përshtat personalisht si tip, me disa jo, kështu që është një si ku t'je në klasë me studenta, në shkollë. Do më thonë, në klasë mund më konë 40 veta, po jo me krejt ma në kontakt masi që të përfundon shkollën, e kalon në universiteta. Do më thonë, është e njëjta gjë. Kështu që kjo soj për këtë shoqënisë. Për sa përshkruan ti është domethënë gjithçka korrekte, edhe kur ke qenë brenda, edhe kur ke dalë, ke pas pra këtë qetësi, nuk është që ke pas shumë ndoshta periudha traumatike. Jo, qetësi nuk kam pas, se ka qenë bigu im ku kam qenë, kanë qenë personazhe shumë alfa, lider, edhe secili kena qenë domethënë që dojmë me udhëheq lojën, edhe s'ja kena lënë kur kërkuj njëri tjetrit. E që kjo kon problemi që i na kon karaktere shumë të forta, që nga ka bo qdo dit, qdo minut, qdo sekund me pas për plasje dhe me kalu në media më pa prej njerëzve pak irritus edhe arrogant, edhe shpesher njerëzim kanë thonë e kina ndru kanalin se në qdo të sep të shpisë se cili prej juve ka kalzu negativitet. Do më thonë, pa dasht, do më thonë, më konë tipi ma pozitiv aty të nxjerë ka e keqja për shkak se s'ka pas një moment pozitiv. Kështu që fatkeqësisht kam qëllu në atë vorbull, po gjithsesi dush me ditë edhe me menaxhu dhe me majt vetën. Që menaxhove kur dole? Kur dola, mu ka desht pak ko pas intervistave që dush me i dhonë, mu ka desht pak ko me u marrë me vetën, që tani me kalu edhe tanë artistike mu qasë në studio muzikore, me punu aty punën që bëjnë mas miri. Mu ka desht pak të 3 deri në 6 muj më marrë me vetën. Do më thonë, kur jëm dalë prej bigut. Pa diskutim që ndoshta 3-6 muj jëm pak, kur nalësh edhe me ndonë gjithat stres edhe tension. Po fatmirësisht edhe familja, edhe shoqënia, i kam shumë pozitiv edhe kur të rrim me njerëz që ta dojnë të mirën edhe që dojnë me të pa mirë, të folin mirë, është ndryshe. A di që është aty si një lule në saksi, po si folje mirë, asaj lule, ajo ka mu prish, ka mu vysh. Në momentin që qëllon me njerës toksik për rreth, sigurisht që edhe në pamje s'ki mu dok mirë, edhe s'ki mu konë në disponim edhe ki mu ndi që më thonë si e dëshpërume. Kështu që dush me dalë prej aty në njerës dhe mu largu, një kod gjatë, mos mu marrë ma tem edhe pse s'munësh me i ikë, edhe më marrë me vetën. Po se në fakt edhe pas daljes dalë një farë forme edhe bigu me ty, se i ki që ato personazhe tu përmend. Edhe si shpishojmë halojnë ato marrë me to. Edhe halo. Nuk e di e kom një dikun me një emision. Është pjesë e civis. Po që kur je një harëm big. Gjithmonë është me ty. Në çdo intervistë ka me u përmend bigu. Patjetër që po. Edhe nuk e di, njerëzit për shembull kanë njerë menojnë adi që po shes men, adi kom marrë pjesën big e kom bo këtë lojë, jo.
Unë faktikisht nuk është se kush e di çka kom bo loj aty, thjesht jam tregu e vërtet pak ma shumë e rezervume se sa që jam si tip jashtë, jo pak po shumë, se kom tregu as mu ka mundsu më tregu atë anën pozitive që shumë unë me shoqni shumë fani, po duhesh me pas edhe do njerëz. Shumë interesant, pse edhe Gjestin e kemi pas si shembull kur e ka fitu Bigun, po ndalemi pak te Bigu edhe pastaj flasim edhe për tema tjera, që e ka fitu me pozitivitet edhe me lojna, humor, dhe me thonë... Po dush më konë vetë si tip që ashtu, pa kompleks edhe mos me pas qa me hupën jetë për me më konë dërin qatë pikë. Pra, nuk mundesh me harru faktin që je me kamera, se unë jo, e kisha harru që je me kamera. Jo, absolutisht, dhe më thonë një kretë kohën, tash më varet aty prej tipit njerit, po flasë prej aspektit tim. Unë kretë kohën e kom ditë, në momentin që ka degradu një i farë muhabeti, edhe unë kom dash me thonë ma shumë se që duhet, e kom nalë vetën, për shkak se unë të shoqnia njifna si tip ma temperament impulsiv, po aty kom nalë vetën për shkak se jashtë më pret një familje, mundet të mucionu familja jeme, mi aprish qëtësim familjes teme, shoqnis, edhe gjithë atë karierë që e kom bo vetë. Do më thonë, qatë sa është, s'ka rëndësi, po është, në fakt, ti je një kohë gjatë në industrinë e muzikës, pra 20 vite më shumë, apo? Po, 22 vite po më. 22 vite. Edhe, kur ndalesh e mendon, qysh e ndjen vetën, do më thonë, gjatë gjithë ndryshimit prej fillimeve të viteve tua muzikës deri më sot? Se është një farë revolucioni ndoshta që ka ndodhur muzikës, edhe në showbiz, edhe për sa i përket preferencave të muzikës. Po, edhe unë kam dalë prej zhanit në zhanër edhe që shtash dhe ma herët, jam vetë tip që eksperimentoj, do më thonë edhe eksploroj, manovroj me gjana, do më thonë s'kam qef me najt statike, veç me një sen. Unë kam fillu me muzikën rock, e kom pas grupin tim, kom pas mramje muzikore, kam qenë shumë e re, do më thonë, kur kom hynë live 14 vjeqare, kom bo muzik me grupin na, që jënë konë top si grup. Si të njerëz ves, si të identifikojnë ma letë, ka muzika rock, ka zhanri rock, apo në zhandre të tjera? Jo, unë s'jam e specifikume, se gjithmonë kom eksploru, mu më njojnë si vesa e talent show-ve, se kom marrë pjesë në disa talent show, në Gjeniu në vogël, Këngë të shekullit që u konë një farë sezoni që u bo si talent show, dhe The Voice of Albania, që nuk janë pak si talent show për me marrë pjesë. Sidomos në atë ku, në fakt, kam pas haloma shumë reputacion. Absolutisht që po. Shqipnia i ka këto spektaklit, kështu që mu më ka ndimu shumë me hap dyrë për veti, për mu si emën me brandu Vesa Smulica mu njoft, artistikisht, edhe jo më vlerësu prej jurive prestigjioze që më kam bo me besu në vetë, me vazhdu tutje, mos me pas pik dushimi për me vazhdu me bo bashkëpunime që ja vlejnë. Kështu që mu këto më kanë ndimu me esë për para, po kur s'kom nejt me një zhanë muzikor. Pas rockut, kom kalu të Latino Band, kom bashkëpunu për 9 vite me radhë, e tash pas Latino Bandit kom kalu edhe në popullore. Edhe në popullore. Që janë zhanë komplet të ndryshme, po kena, tash, janë bu disa artista që dina me po që kanë kalu prej një rrugtimit të rockut në popullore, ka qenë edhe Albina Kelmende. Po, pa tjetër, që është po ashtu një këngëtare me potencial. E vërtet. Edhe qysh, po prandaj edhe të pyta, thash qysh të identifikojnë, se kur të mësohemi na me një imazh, shembull, që Vesa si muzikë e zhandrit rock, është koqa problem edhe koqa vështirë me të ndëgju ndoshta të këndu popullore. Që unë halja, du më thonë, marrë edhe kritika prej, edhe dashamirëve të muzikës teme, po edhe prej njerëzve që kalimthi kalojnë ka Instagram jam edhe komentojnë, ose më dërgojnë ai mesazh. Për të mira, për të keq. Po unë mendoj që një këngëtari kompletun duhet me ditë me i këndu krejt zhanër muzikore. Nuk ka kur gjë të keqe për mu specifiku nëse s'ki diapazon ma gjërë me kënu ma shumë zhanër muzikore, po je i kufizun edhe vokalisht edhe me zhanër muzikore, nuk mund është me bo diqka ma shumë. Je shumë okej të zhanër jëtë, vazhdo, se edhe nëse insiston të qaj zhanër, ki me pas shumë ma shumë sukses se sa mu hapë. Mu hapë është shumë ma zërë. Ma e fështirë. Me godit të publiku. Po edhe këtu nuk i dijet. Kena shumë këngëtare të famshme, që unë i quj diva, për shembull Aurela Gaqa është një ndërto, që unë mu i marrë shembull, që është nga të vetmet këngëtare që i këndon krejt zhanët muzikore, prej Michael Jackson e deri te Qamili i vogël, që është bagazh i plotësum artistik edhe merit e një këngëtarit që nuk mund mi bo gjithkush. Do më thonë me i thonë dikujt popullores, me kënu
në e këngë të Freddie Mercury, të grupit Queens o diçka, nuk munën është ta me bo. Po Aurelia Gaçi për shembull ta bën, edhe nuk ka kur gjë të keqe me një rrugtimin e saj. Po, e vërtet. Po mendoj, domethënë Mos nuk ka kufizu veten. hapësirë për kritik këtu. Domethënë është veç një vlerë e shtume. E vërtet, patyshim unë ato pajtohem edhe normal që është vlerë Po e se shtume. shpesh njerëzit janë skeptik. E komentojnë shumë. Po. Prandaj edhe të pyeta se e Po. komentojnë se e kanë atë dyshimin qysh prej rokut në popullore, pse ose anasjelltas prej popullore kështu, po kjo është domethënë talent që ti veç e bën se unë kom pa dhe shumë komente që ta Albina Kelmendi në fakt u akuzu shumë qysh e ka pas stilin, kur ka këndu edhe është e kuptueshme që kimu kritiku me patjetër. është një farë rrezikshmërie ndoshta. Është se jo gjithkush e ka guximin me bo. Edhe Arta Bajrami po ashtu është njëra prej këngëtarëve që ka pas një stil shumë ndryshe në fillimet e veta, edhe tash po kalon në Ka plot këngëtar, ka po, plot plot këngëtar, domethënë po që i rrin mirë Nga dhe vjen dëshira për me kalu këto vitet e fundit në popullore? Unë mendoj që këngëtari kalon në disa etapa që du të më përshtat me kalimin e kohës, kur e sheh që je konsumu me qatë gjanë muzikor, ke marrë ma të mirën, je formu edhe ti si artiste, je plotësu, je përmbush edhe shpirtnisht, edhe artistikisht, është radha më konë koherente edhe me zhanët muzikore që ka po kërkohet tash, edhe me kalun qatë zhanër cilin është u kërku edhe prej publikut. Na boj muzikë për publikun, edhe unë ndjek se çka kërkan publiku. Kështu që unë kam vendos këtë lloj strategjie me përdor edhe nuk mendoj që është gabim. Po, për shtatë është një farë formë edhe përderisa se ki problem me dalë. Thjesht mundura me qenë koherente. Po, me publikun edhe ato çka e kërkojnë. Po çka po kërkojnë sot publiku? Sot publiku kërkojnë janë mes rikthimit nostalgjisë të viteve 90-a, disa këngëve, zhanëve muzikore, R&B që janë pak blues, pak po janë edhe me një farë mesi të muzikës komerciale, sa ma pak tekst, po ajo bën diferencën tani edhe me sezone, do më thonë. Këto këngë artistike, mund është mi lancë kur janë kohna ma të ftofta, vjeshta, dimri, sa i përket komercialesh, po du të me ardhë në verë. Në verë, po na veç jena gati në sezon verës. Që s'dojnë njerës mo me vujtë. E vërtet, ose tu dojnë vjesh mu vujtë edhe tu këcy diqka. Po, bënë edhe ajo. Qka na kishe tregu Vesë ndoshta për këta muaj që po vinë, pra muaj të sezonës të verës? Qka e pret Vesën? Koncerte, këngë të reja, albume, projekte, qka ka me pas? Ku e sheti vetën? Tashmo, s'është nej sana, dhe që një këngëtar duhet me pa tjetër e i detyrohet publikut edhe dashamirëve të muzikës ti, saj, me bo këngë të reja, me pru projekte të reja, qofë bashkëpunime, qofë singla. Unë jam të punu, kam këngë në studio të ndryshme, po më varet pak edhe prej bashkëpunëtorëve kur kanë mu lancuz, më varet krejt prej këngëtarit. Kështu që nuk i di datat, as nuk më bo të dituna, se duhet kohë dhe nuk i din a kanë mu realizu realisht ato, se mund më ndodhë gjatë rrugtimit edhe ndryshime madhore. Kështu që po, ka me pas, kom punu, sa i përket koncerteve, sa i përket dasmave, kështu kam data, gogja shumë, edhe i falenderoj gjitha ta që më kam ftu. Tash ma shumë edhe në dasma? Po. Okej. Qysh e ki emocionin, qysh e ndonë emocionin kur këndon në dasma dhe në koncerte? Janë dy sene të ndryshme. Sigurisht që knatësia është në të dyja anët, por kur kënam për tri kryesisht që shkon në koncerte, është ndryshe atmosfera. Është ma shkurt, ndryshe rjedh i gjithë skenari i koncertit. Në anën tjetër, ku shkon në dasma, është kredi diçka tjetër, është një knatësi e veçantë, edhe ndihesh e nderuar që të kanë ftu zotë të shtëpisë me e dokumentu gëzimin e tënë familjar. Që s'ka ma mirë. Vesë, tash që po flasim, edhe normal, zakonisht njerëz që shkojnë dasma përpara ka qenë presioni më i madh me bo edhe gjatë para verës, dhe me thonë para sezonës, projekte të reja. Po. Edhe ti po thu që tashmo nuk ekziston kjo farë
forme që artistët janë të detyruar ndaj publikut me bo projekte të reja? Jo, qëre, artisti gjithmonë duhet me nxjerr diçka, s'duhet me lon në heshtje Po ka shumë publikun. pak Po për momentin projekte është një të farë reja që kohë bëhen. që nashta inteligjenca artificiale pak e ka dallashit këtë çështjen e këngëve, edhe njerëzve njëherë nuk pjo doket interesant pse po sjell ti këngë të re. Mundet me dhez, mund edhe mos më ju doke ish interesant edhe mos më ta dëgju hiç këngën. Do më thonë, kjo është ndodh jo vetëm artistët e ri, po është ndodh edhe me artistët që kanë vitet tona, janë legjendat muzikës. Do më thonë, nuk e di kur ka me kalu kjo periudhë. Që kjo periudhë apo i mbyt artistët? Inteligjenca artificiale i ka mbyt artistët pak a shumë, po besoj që ka me kalu dhe kjo kohë, se inteligjenca artificiale nuk e ka emocionin. Emocionin ta jep artisti. Skena, artisti, muzika. Kur e prek live, kur e shell live, kur këndohet live, kënga, edhe ndryshe është kur frymon një këngëtar para mikrofonit, ndryshe është kur bëhet me inteligjencë artificiale. Po, në fakt e vërtet, koncertet e japin emocionin ndryshe, se kemi pa viteve të fundit që njerëz më shumë kanë frekuentu koncertet se klubet. Shumë mirë, edhe për këta, do më thonë, normalisht që ka pas këngëtar të mëdhej që kanë marrë koncerte, recitale, që i meritojnë plotësisht, sepse kanë këngë hite, edhe shumë bukur i kanë realizu, po tash edhe kjo gjenerata e re që kanë këngë hite, edhe mu po më vjen mirë që nga klubet kanë kalu në koncerte recitale. Do më thonë, me gjithë zë them, një duar trokitje për Yll Limanin, që ka bo nga këngëtarët e parë që kanë këndu në klube, i ka iniciu edhe tjertë që si puna ati që kanë këndu në klube, me bo koncerte recitale, mu këndu live, më jap vlerë instrumentistave, dhe me bo diçka ma ndryshe, më jap jetë edhe frym këngëve që po i bojnë ata. Që shumë e vështirë në ditët e sotme, në fakt. Është e vështirë, është investim maj madhë, për kushtim maj madh, po besoj që ja vlen ma shumë. Ja vlen se po ka mjaft njerëz që dëshirojnë me ndëgju dhe i ndjekin koncertet e Yllit, në fakt. Po patjetër, jo vetëm të Yllit, ka bo Davina Zeqiri, ka bo shumë këngëtarë, po jo shumë të tjerë. Jo shumë të tjerë, se dush me pas shumë për kushtim, dush me pas forcë me dalë para publikut me kënu live. Kushtet për këta këngëtarë që tash më kanë arritën jetë, nuk ju mungojnë. Po ashtu ne edhim shumë mirë që ka shumë sponsorë që dojnë me kontribu, që është një përfitim i dyanshëm. Nuk është çështja e kushteve, kjo mundet më uvrejtë edhe lehtësisht edhe nga njerëz shumë thjesht, kush mund mi pash kushtet me bo koncert recital. Po është edhe Afrika mu përballë me publikun, me kritikat, dhe jo gjithkush ka guximin me këndu live. Ti vetë sa ki problem me këndu live? Unë s'kam hiç problem me kënu live, se unë... Një koncert, a pritët krevesës, a jo? Po këngëtare e live-it po vish dallon me këndu live para një audiencë të vogël edhe dallon me këndu live para një audiencë shumë të madhe. Çfarë nuk kupton me audiencë të madhe? Unë kom këndu. Koncert është audiencë kogja e madhe. Po, unë talent show kom pas audiencë shumë të madhe, edhe televizive, edhe në spektakël. Kom nejt aty kom kënu çdo javë për 4 muaj, Gjenion e vogël, Këngë të shekullit, The Voice of Albania, në për festivale është audiencë shumë e madhe me kënu në pallat kongreseve, nuk shojnë domethënë veç publiku që janë përmi 2000 veta e sa, po shohin edhe përmes medias, edhe kimu kritiku prej një njorie. Domethënë unë se kam fare problem, edhe mos i neglizhoni këto nejat e vogla, se nejat e vogla fillojnë në orën 9 e përfundojnë 4 mëngjesit, që veç 20 minuta a ki break. Do më thonë, dush me më konë shumë e fort, edhe me pas potencial vokal. Se unë kom pa dhe koncertet mëdhaja për artisteve shumë të njohura, që ndështë janë lodh, ka pas edhe në Sunny Hill, artistet tona shumë të famshme, që kanë stënu edhe nuk kanë mujtë me përfundu një orë performancë, që ato edhe pyta thash sa që shësheti vetën. Nuk jam një nga to, mu edhe më vje keq e mos përfillin në skenën, për shumë Sunny Hill, që du të më vlerësu jashmasën nëse të botë ftesa. Unë mendoj që disa prej këngëtarëve se kanë meritu atë skenë që kanë prek, është një skenë gjigande, e cila meriton për kushtim edhe prova shumë me bo, shumë ditore, bashkë me orkestër, mas pari du me realizu me orkestër, mos me dalë me DJ aty, se i bje mos përfillje edhe ndaj publikut dhe ndaj asaj skenet madhe.
pastaj du të me pas koreografi, du të me pas një farë angazhimi goxha të madh, edhe veshjen. Po për veshje, për make-up nuk e kam problem. Po, jena pak ma mirë. Po, të kjo pjesa nuk qalojmë, po të këto 2 tjera, do më thonë, e kom patë disa këngëtare që nuk e kanë meritu skenën e Sunny Hillit. Se krahas shambull Dua Lipës, kur e sheh të këndu sa Qyre, me Dua Lipën s'mune mu krasu, se për shembull ato edhe në periudhën ku dali me knu në 3 ditës, që dallojnë shumë gjana që japin efekt, ndriçimi e këto gjana. Po, unë kom pa që edhe me pak sene, për shembull kom pa te Shawn Mendes, që nuk e ka pas skenën ashta Dua Lipës shumë madhore gjigande, i ka pas disa perde të bardha mrapa, dhe unë shkoj ndjeki këto koncerte për shkak se du mi pa dhe vetë artistikisht shpër realizohen çfarë emocionit japin, edhe kom pa shumë thjesht, jon konë disa drasa pak ma të nalta se skena që unë gjitë back vokalistat, gitaristat edhe instrumentistat e vetë, edhe vetë këngëtari. Mrapa jon konë disa perde të bardha, një ndryshim edhe zërimi normalisht u konë top, që lunë rol shumë të madhë te përshimi i emocionit. Kështu që janë sene shumë të vogla që mund është me i bo. Ndërkaq, disa artistë shqiptarë që kanë dalë aty, disa kanë arru tekstin, disa janë dalë vetëm, kanë knu playback, që unë menoj që është nënshmim i asoj skenet madhe. Publikut. Për me prek atë sken dush me dhonë goxha pagu një bilet për me shku me ndjek diçka playback. Po, nuk ja vlen. Është ofenduese pak për neve, po nuk e di, tash ka pas ndoshta këtë pjesën e reperve deri diku ne kemi arsyetu se ndoshta edhe rap artistët e kanë ma probleme për formu live. Po për sa i përket, qa ka Kanye Westi për shembull që kënon live. Po, na më duket i kena veç pintat që performojnë live. Po, ata performojnë live. Të tilla. Për tjerë nuk e di, nuk po më vjen men në jamër, po kisha pas qef se kena shumë njerëz talentum në industri e muzikës, kisha pas shumë qef me i pa me inicu ma shumë live-in dhe me ju tregu njerëzve që këngët e tyre frymojnë, munën me e bo qëto pak ma ndryshe, thjesht jo me dal mu dog bukur, me veshët bukur, ose me një make-up bukur. Po, nuk është e domosdoshme, do me thonë të në kjo investim edhe në koreografi, edhe në dukje, edhe në veshje, kur ndoshta nuk e përqen emocionin të publiku. Edhe është shumë vështirë me përqen emocionin të publiku. Po, se ti për shumë e kriju një emën, edhe që atë emën dush me ditë me emajt. Qysh ma ata e emën, dush me ju provu njerëzve, për shumë Elvana Gjata më ka pëlqy s'fundin në Sunny Hill. Do më thonë ka pas një koreografi shumë bukur, ka knu live, ka qenë shumë e kompletume, që ashtu du të më konë. Një këngëtare madhe e stazhit saj. Pastaj Tajna, do më thonë tamon e ka respektu skenën që shduhet. Edhe më ka pëlqy tepër, që mënyra që ka performu edhe ka investu ma shumë. O menoj se që ashtu du të me dalë një artist i qati stazhi, që ka mëri më konë stabil financiarisht, njifet, jaknojnë këngë publiku, me dalë, mi grab the show, do më thonë. Edhe ja kryon mundësit vetit, prej që ati momentit e kanë thirë ndërkombëtarisht gjithko. Do më thonë, mos i nënshmani skenat, sidomos të mdhaja edhe këto skenat gjigande, jo vetëm në Kosovë, po edhe jashtë vendit. Po, një mundësi shumë e mirë në fakt që mi hap dyrë vetës edhe jashtë vendit. Tash mo një video e vogël e shkurt nëse bëhet virale në rrjetet sociale, si gjithçysh kemi pas ftesën, ndoshta me shku me performu dikon krejt edhe nëse nuk e njohim muzikën tënde. Se i kemi pa plot video që ndoshta dikush krejt out of nowhere, kështu prej kërka heqe ka bu një video edhe kur u bu virale, ma aty s'ka pas që e ndalë suksesen. Po, edhe është edhe momenti, do më thonë, kur bëhet viral, edhe që kesh mundësia ma mire internetit, do më thonë që na ka mundësu ditët e sotme që më bu virale, një këngë, një artist, edhe me të përtu ma i përdor këto rrjetet sociale si platforme jotja për me unë i përdori mjaftushëm, po i përdori jo për jetën tema personale, i lansoj këngët e mia, projektet e mia, komunikoj me publikun, çka kanë qef, çka mendoni që du të më lancu tash. Do më thonë,
komunikoj kryesisht për karrierën. Për projekte. Për projekte. Njerëz po kanë qef me ditë diçka pak nga ana personale jotja. Nuk jam tipun e që unë jam konë Big Brother Sans më ka dalë, le mu. E vërtet, shumë tash që po flasim edhe po e menoj, domethënë nuk kena kur fare informacioni kështu për jetën tonë private. Jo, se unë mendoj artisti zgjedh vetë çka do me nxjerr. Po i intrigon edhe audiencën kur je artiste, kur din diçka më shumë për jetën tënde personale, e shtojnë një farë doze të pëlqyeshmërisë, dashurisë edhe asaj lidhjes e kanë më të fuqishme lidhjen kur na dina diçka personale të çati artiste. Lidhja është thik me dy teha. Mundet me të bo mirë, po mundet me të bo keq. Tash më varet me kënje lidh, më varet që shtrajton aj person, më varet aja vlen më bo, aj lidhje publike, edhe... Jo, e thash lidhjen e publikut për mes artistit, do me thonë. Do me thonë... Publiku i lidhet ma shumë me artistin, nëse të regon... ma shumë artisti jep prej nga vetës. Personale, po. Jep mesazhe, jep një rrëfim personal. Po, dha jo, mendova që jetu thonë se përket lidhjes nëse të regon lidhje publiku me ty. Ka dalje. Ka dalje, okej. I parabriva unë ma heret. Ti dole ma shpejt. A ka naj lidhje vesa? Jo. Jo. Jo, jam super single. Super single. Edhe nuk është një pyetje që të bëhet shpesh në fakt, njerëz ndoshta edhe hezitojnë kështu, nuk i intereson shumë. Jo valla, mu ka bo goxha shpesh, dhe shpeshherë kanë dashur me mlidh me njerëz sa këtu, mos je me këta, mos je me këta, ki bashkëpunu me këta, mos je në lidhje. Po unë normalisht kom pas eksperienca dashurie, po kom vendos me i majt për vetën. Momentin që menoj që ja vlen më bo publike, ka me bo publike edhe me i tregu gjithë ndjekësve të mi që jam e dikë që ja vlen, po më bën të lumtur edhe duhet me bo shumë të madhe se është ashtu edhe frekuenca. Është rëndësishme, po, definitivisht po. Kështu që kur vjen momenti me nda që ja vlen ai person mund nda me të tjerët, ka me bo. Po. Se luan rol të madh në fakt në jetën e një artisti sidomos. Patjetër që po, patjetër. Një farë bashkëpunëtori me të inspiru ma shumë. Patjetër që po është një pasqyrim, me kanë lidhët personi, jo vetëm një këngëtar, po edhe kështu një jetën personale, gjithë secili. Me kanë lidhët është një farë pasqyrimi. E vërtet, po. Sa është e vështirë për sa i përket pjesës karrierës, kur një vajzë është karrieriste dhe sidomos fushën e muzikës, edhe me bo balancë me jetën personale? Është e vështirë, unë gjithë të ceki femra që janë pjesë e showbizit e kanë shumë azër me pas lidhje, tash po kanë problem edhe vajzat që s'kanë nej paraqitje publike, si janë pjesë showbizit, e lemo na, që na pjesë showbizit. Kështu që neve na shtot plus profesioni që shumica e djemve e kam problem, që një vajzë më konë me autoritet, një vajzë më konë me paraqitje publike non-stop, me pas një bazament fancave, kështu që edhe kjo ndikan. A duhet me qenë pjesë, do me thonë, pjesë e profesionit, do me thonë një lidhje shëndosh po partnere, me qenë pjesë e kësaj industrie? Nuk mund është me ditë asë njëherë. Unë s'kisha pas qef me pas punë me dikan që është pjesë e showbizit, edhe pse shumica menojnë që na përshtatet muhabeti, unë mendoj që jo, sepse ndikon të njëri tjetri, ka me pas përplasje profesionale, edhe ka me të përzi pa tjetër në profesion tonin se e nje profesionin. Aj që se nje profesionin tonë, do me thonë, mund me shku muhabeti, se aj pak ta ban rafsh edhe ty të përqer me ta bo rafsh. Kështu që na qikat e kina pak që ato, kina shefën a bo pak rafsh, po dogu shumë bukur, po shko me knu, a kalove mirë, po kalove mirë, nuk hynë në detaje, me të bo nervoz, kështu që i ato edhe po kanë të ashtit ma pak lidhje, se po e gjojnë vetën e po është dikun edhe martesat po zbehen, faktin prej inteligencës artificiale. Me ChatGPT. Që me ChatGPT të e gjithë në mushlimin, aty krejt mirë. Nga ka marrën qafë ChatGPT-a, mos i pyet një fërë, mos i besoni, është thjesht një... Se që shë përshkruve ti, do me thonë qatë partnerin ideal, që pështë të ta u knoqe, po shumë mirë, pak problem. Po tash me chatin e ato lidh ma shumë që sa me ne partner, se po na plotëson dëshirat. Jo, chati është një farë, tamam chat i cili hulumton në Google, çka do që ka i mbledh informacione dhe ti chat me një vend caktuar. Po, ndoshta antarmen si dihet edhe kong tash po bohen me inteligjencë artificiale. Po, se ka dhe ma herët. A ki provu ti vetë personalisht kështu? Hala s'kum pas ko, po e kisha provu një. Do më thonë e kisha bo një kong vetë, se unë
më njohin krejt këngët e mia që i kom bo vetë, i kom shkru tekstet, vijat melodike dhe veç më shku me projekt plot të një producent i caktuar, orkestru krejt këngën edhe kom lancu, kështu që unë di me kompozu, di me shkru tekste edhe kjo pjesë nuk mungon, edhe i kisha provu. Po hala s'kom pas kohë, më fokusu, më marrë pak ma atë programin që... Nështë për një projekt të ndin personal? Po, personal. Okej, Vesa, me që jemi edhe drejt minutave të fundit, se kaloj koha shumë shpejt, nuk kam mundësi se qysh me t'jon me shku, për pa përgjigj një pyetje që them mos ma bë. Cila është? Miri apo Selina? Të dy ta bën. Nuk ka mundësi me ardhë me buti ton këtë rrugë, edhe me ullë, edhe me... Jo, kështu veç pak për... Unë, se cili aty ku të Big Brother i ka lojnat ndryshme, se cili prej tyre ka kriju tashmë si janë drejt finales një bazament fansave. Unë, përderisa janë këtu, ka qenë një loje e ashpër mes të dyve dhe ka bo mjaft buj kështu. Po, shire... Nuk e di sa ki pas mundësi me ndjek. Njerëzit që shohin nga ekrani normalisht që preken ma shumë edhe e marrin afër zemrës. Po aty më brenda, unë për shembull me këngë kom pas debate kështu, sot e kam shumë mirë me ta. E vërtet, edhe unë e tash. Kështu që unë njëjtë mendoj që ata ku dalin jashtë abikut kanë me pas një raport shumë mirë shoqnor, kanë me respektu njëri tjetrin, edhe unë i vlerësoj të dytë për lojën e fortë që kanë bo, edhe që nuk ju ndërzu. Do më thonë unë jam me të dytë. Mirë, Vesa, unë falenderoj shumë, edhe shpresoj që normal pas daljes bikut, tashmë edhe koncertet ju presin ndoshta me këtë projektin e ri. Kështu që të uroj shumë sukses në projektin vazhdim, edhe të shihemi herave të tjera. Faleminderit shumë, ty u kënaqja me të vërtetë. Faleminderit. Ciao. Kënaqësia ishte e imja. Mes të dashur, këtu po e përmbyllim edhe këtë edicion, e nisë bashku do të shihemi të dielën e ardhshme. Deri atëherë, mirë mbetësh. Mes të dashur, këtu po e përmbyllim edhe këtë edicion të emisionit Distrikt, e nisë bashku do të shihemi javën e ardhshme. Më lejoni të ndaj një hapësirë të veçantë për të falendëruar bashkëpunëtorët e gjithë kësaj sezone të emisionit Distrikt, Dentfix, Jusa Print, Mobilje Karagaq dhe Gjirafa Malli. Faleminderit shumë për bashkëpunimin gjatë gjithë sezonës, e nisë bashku do të shihemi herën tjetër. Deri atëherë, mirëmbëjtje.